Letra e dytë e Gjonit. Unë plaku po I shkruaj zonjës së zgjedhur dhe bijve të saj, që I dua me të vërtet dhe jo vetëm unë, por dhe të gjithë ata që kanë njohur të vërtetën. Ju duam për hir të së vërtetës që qëndron në ne dhe që do të jetë me ne në amshim. Hiri, mëshira e paqja që vijnë prej Perëndis Atë dhe prej Jezu Krishtit, birit të Tij, qofshin me ne në të vërtetë dhe në dashuri. U gëzova pa mas që gjeta disa nga bijtë tu, duke jetuar në të vërtetën sipas urdhërimit që morën nga Ati. Dhe tani të lutem ty, o zonjë, jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, por urdhërimin që kishim që nga fillimi, ta duam njëri tjetrin. Kjo është dashuria, të jetojmë sipas urdhërimeve të Tij. Sikur se e keni dëgjuar që nga fillimi, urdhërimi është ky: jetoni në dashuri. Në botë ka ndalë shumë mashtrues që nuk rrëfejnë se Jezu Krishti erdhi me trup njerëzor. Kush thot kështu është mashtruesi dhe antikrishti. Kini kujdes veten tuaj që të mos humbisni frutin e punës sonë, por të merrni shpërblimin e plot. Kush del nga mësimi I Krishtit dhe nuk qëndron në të, nuk ka Perëndi. Ai që qëndron në mësimin e Krishtit ka edhe Atin edhe Birin. Nëse dikush vjen te ju dhe nuk sjell këtë mësim, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni. Kush e përshëndet atë, bëhet pjesëtar në veprat e tij të liga. Megjithse kisha shumë gjëra për t'ju shkruar, nuk doja ta bëja me letër dhe boj, por shpresoj të vi te ju dhe t'ju flas gojarisht, në mënyrë që gëzimi ynë të jetë I plot. Të përshëndesin bijtë e motrës sate të zgjedhur.